Këngëtarja e njohur shqiptare Enxhellushe Salihu ka bërë një ndryshim të madh në jetën e saj pas martesës, duke u zhvendosur për të jetuar në Zvicër pranë bashkëshortit. Larg skenës kosovare, ajo po shijon një periudhë me të qetë, të fokusuar në familje dhe përvoja të reja jashtë vendit. Në rrjetet sociale, ndjekësit kanë vënë re ndryshimin e madh në stilin e saj, që tani është më minimalist, elegant dhe me ngjyra neutrale, larg veshjeve ekstravagante që e karakterizonin më parë. Ky transformim është pritur me komente pozitive, duke e cilësuar si një fazë të re dhe të pjekur në jetën e saj. Jeta në Zvicër duket se e ka ndikuar në mënyrën e të shprehurit përmes modës, duke i dhënë një finesë më ndërkombëtare dhe natyrale. Megjithse më rezervuar publikisht, Enxhellusha mbetet një nga figurat më të dashura të muzikës shqiptare, që reflekton elegancë, thjeshtësi dhe vetbesim kudo që ndodhet. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.